se një dekadë, tashme një dekadë e gjysmë gati. Si e shini jo? Po, Kallas për mendimin tim është dashur me një herë të shkonte në Kosovë dhe në Serbi, sapo e ka marrë mandatin. Tash ajo do të viziton pra këto dy vende, ka thënë ka fundi muajt maj, që do të thotë pas gjysmë viti. Nëse një zonë e viziton mas gjysmë viti, kjo nuk mund të shihet edhe si prioritet. Kallas ka pikërisht të përsipër rolin e ndërmjetësimit apo lehtësimit në procesin e dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Arsyeja pse nuk e ka vizituar, shpesh është përmend se Kosova ishte në proces zgjedhor, nuk ka qeveri, në të njëjtën kohë edhe në Serbi kishte protesta. Bashkimi Evropian ishte në pritje për të emëruar pasardhësin e Miroslav Lajçakut në cilësinë e të dërguarit të posaçëm për dialog. Tash ai pasardhës është emëruar, ka të shëndruar në Kosovë dhe në Serbi, ka biseduar me përfaqësuesit e partive politike, shoqërisë civile dhe të tjerëve në këto dy vende, dhe duket se ka përgatitur një platformë dhe ka diskutuar me zonën Kallas për të shqyrtuar se si të shkohet tutje. Ajo ka thënë sot se dialogu duhet të vazhdojë dhe procesi normalizimit duhet të vazhdojë. Më herët kishte thënë se duhet të nxjerrë mësime nga gabimet nga e kaluara dhe duhet të parë se si të vazhdoj procesi i normalizimit, nëse jo përmes dialogut, atëherë përmes diçka tjetër. Por duhet të theksuar se Kaja Kallas, pos që është zëvendës kryetare e Komisionit Evropian, ajo është edhe përfaqësuese e lartë dhe si përfaqësuese e lartë për politikë të jashtme dhe siguri i përgjigjet vendeve anëtare. Kështu që për çfarë do të shasje në procesin e dialogut, ajo duhet ta ketë edhe bekimin e vendeve anëtare. Vendet anëtare nuk do të heqin dorë nga kërkesat ndaj palëve që kanë qenë në të kaluaren, e ato janë zbatimi i obligimeve që palët kanë marrë në procesin e dialogut në fasën e deritashme. Ajo që duhet Bashkimi Evropian të sqarojë është fati asaj marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të raporteve që ishte miratuar para 2 vitesh, së pari në Bruksel si marrëveshje, e pastaj aneksi implementimit në Ohër, dhe të sqarojë nëse Serbia ka obligim apo nuk ka obligim që të zbatoj të gjitha pikat e marrëveshjes, ashtu si shkruan në marrëveshje dhe si shkruan në aneks, e jo i gjithë fokusit të jetë vetëm në detyrimin e Kosovës për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërkohë që ndaj Serbisë të ketë vetëm kërkesa të përgjithësuara, pa i saktësuar se për cilat është fjala, e Serbia me ndërmend të zbatoj ato pika që kanë të bëjnë me forcimin e shtetësisë së Kosovës. Besoj është mirë të presim tash edhe në vizitën